Denisa Kele, pedagoge në Universitetin e Teknologjisë dhe Informacionit, është tani në lidhje online për revista MCN për të diskutuar për këtë skandal që më besoj unë mund të jetë edhe më i madhi për nga mënyra, përfshirja, organizimi, konceptimi, ekzekutimi i gjithë kësaj afere të zymë, të tmerrshme, me shumë pikë pyetje dhe për të hedhur sadopak në dritë se çfarë është kjo situatë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është e gjithë e imja. Okej, unë në fakt ndoqa një intervistë tuaj në një tjetër televizion dhe më bëri përshtypje mënyra e drejtë për drejtë, shumë e qartë në raport me atë që po ndodh në SPAK gati mu duk sikur ishe pjesë e grupit të hetimit. Dhe thash, duhet ta kem me patjetër Denisën në program që të diskutoj me të këtë çështje. A mund të më thuash, sikur unë jam një publik i thjesht, si e ke parë ti skandalin e Akshit? Unë faleminderit shumë për hyrjen, ne e vlerësoj. Patjetër që në të gjitha daljet e mia munduar që ndoshta atë pjesë që në një lloj forme duhet ta bëjë opozita e bëjmë neve ekspertët e thjesht. Shiko, Denis, unë mendoj që skandali i Akshit pra s'ka të ndalur një herë e para. E dyta mendoj që është skandali dhe kam thënë më i madh që mund të ketë ndodhur Shqipërisë në 30 vitet e fundit. Dhe nuk është çështja se është një skandali, një vjedhje të paturpshme apo të palimitshme, pra e palimit, por përveç faktit që këta persona pra që kanë drejtuar Akshin sot janë të quajtur si pjesë e një grupi kriminal, nuk është vetëm se kanë vjedhur shqiptarët. Këta kanë vendosur në rrezik sigurinë kombëtare dhe sigurinë e çdo individi, e çdo personi në Shqipëri. Si e kanë bërë këtë? Vetëm për pak para më shumë. Vetëm po të shikojmë momentin e fundit tani, që është për mua është prapë një skandal i madh, domethënë, nuk parën skandale në këtë vend. Thjesht sistemi i fiskalizimit, që ka një muaj që nuk funksionon. Po nëse flasim për sistemin e fiskalizimit, edhe sot të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme, dhe po flasim për Shqipërinë e cila mbahet 90% nga bizneset e vogla dhe të mesme, e kanë të pamundur të regjistrojnë faturat e tyre. Pra, ka një blackout totalisht të sistemit. Kjo vjen për shkak të bllokimit të një tenderi, që ta bëjmë pak më konkrete? Kjo vjen për shkak të bllokimit të një tenderi, që ka qenë për mirëmbajtjen e sistemit, të fiskalizimit, është në fakt ka qenë një tender që është shpallur në korrik, më pas është pezulluar nga KPP-ja dhe ka qenë një kalvar shumë i gjatë për të mbajtur të pezulluar këtë tender. Që është në vlerën 7.7 milion euro. 7.7 milion euro. Pra është një tender me vlerën 7.7 milion euro për mirëmbajtjen e sistemeve. Dhe që Ministria e Financave e sheh se si është kjo situatë prej muajsh bashkë me drejtorinë e tatimeve dhe vetëm heshtin. Patjetër vetëm heshin, dhe kjo është ajo që këtu, pra, unë mendoj që kriza më e madhe që i asociohet Shqipërisë sot është mungesa e transparencës. Pra, përveç faktit që nuk ka transparencë, ne shikojmë për transparencë, Denis. I mblodhi gjithë. Ku është transparenca? I mblodhi gjithë. Ku është transparenca? I mblodhi tha duhet jemi transparent çdo moment të hapur me njerëzit e. Dhe në fakt, nuk e di po mbytemi nga transparenca. Jemi një inflacion, transparentse, po. Dhe në fakt, Denis, për të qenë transparent, ne kemi një rritje të buxhetit për e-government apo për e-qeverisje nga 2025 në 2026 me një rritje prej 200 milion euro, vetëm për të qenë transparent. Por ajo që është ironike është që askush nga ne nuk e di se ku kanë shkuar këto, si do shkojnë, si do shpërndahen këto 200 milion euro. Apo çfarë është investuar në Shqipëri për inteligjencën artificiale që janë paguar 20 milion euro. Duhet pak suspans, se ne s'mund ta marrim vesh direkt kaq shpejt, pra të kemi pak emocion, që ta zbulojmë dal nga dal. Po. Kemi pak dhe praktikisht këto biznese sot ndodhen pa dije, në blackout totale për mënyrën se si do funksionojnë. Dhe çështja është që në momentin që ka vonesa, që këto vijnë për sistem, për fajin të sistemit, të gjitha këto gjoba që këto sisteme do t'i marrin, këto biznese do t'i marrin në të ardhmen, sepse në momentin që kalon një afat i caktuar, automatikisht nga sistemi ty të kalohet edhe gjoba përkatëse. Kush do të paguajë këto gjoba, dhe kush do jetë përgjegjës për të gjithë këtë mënyrë. Dhe unë shikoj që del një person nga drejtoria e tatimeve dhe thotë që sistemi është funksional. Dhe mënyra se si përgënjeshtrohet e gjitha kjo, është akoma dhe më e turpshme se kjo gjë që po ndodh. Pra gënjehet me përgënjeshtrim. Se kështu i bie. Pikërisht.
Kështu i Dhe bjen. të mendosh, nuk e kuptoj arsyeën e kësaj gënjeshthe, sepse thjesht me një klik ti thjesht E disa qefësh mundohesh të gënjeshtave? logohesh dhe nuk funksionon. Është shumë qef Nuk gënjesht. funksionon. Po, sikur këta e kanë kthyer edhe në lloj snobimi gënjeshtën, kështu që besoj që duhet me i mirë kuptu të kjo pjesa. Me që ishim të sistemet, mendoj se është dhe brënda kuadrit të fushës ku juve edhe bëni profesionin tuaj. Siguria kibernetike. Neve në janë thyrë sistemet, apo jo? Do më thënë, dhe kemi paguar jo pak para për këtë çështje. Çfarë mund të më thuash në lidhje me këtë situatë ku miliona euro janë dhënë me tendera sekret për sigurinë kibernetike, e cila për tokë? Shumë nga tenderat që janë dhënë për pjesën e sigurisë kibernetike janë qenë tendera bashkëpalli, në sensin që janë bërë brenda për brenda procesit të prokurimit. Shiko, dëgjojmë pafund, çdo ditë qeverinë që flet për sigurinë kibernetike, që flet që sa shumë po përparon Shqipëria në pjesën e sigurisë kibernetike, ndërkohë që të gjitha faktet tregojnë të kundërtën. Pra, ne po mundohemi të digitalizohemi dhe po mundohemi që të digitalizojmë çdo procesi, kemi marrë dhe kadastrën tani, duam të digitalizojmë dhe kadastrën, ndërkohë që çdo sistem tjetër bie, ne mundohemi që të digitalizojmë pra çdo sistem tjetër, pra duam ta fusim digitalizim çdo lloj funksionaliteti, ndërkohë që nuk kemi as siguri kibernetike, dhe këtë kemi treguar me pjesën iraniane, unë e them thonjza iranianët. Denisa, më the pak më parë me një lloj dyshimi që po them iranianët, sikur ndoshta ke një opsion tjetër, apo jam gabim në këtë lloj perceptimi? E kam një opsion, të them vërtetën, e kam thënë për herë këtë gjë, nuk i kam besuar asnjëherë këtij sulmi iranian. Pra, më shumë është dukur si një alibi për në sensin që ndoshta sistemet janë vulnerable dhe ne duhet të investojmë apo riinvestojmë më shumë për sigurinë e këtyre sistemeve. Pra më shumë është dukur një sulm i brendshëm në thonjza, se sa një sulm iranian, se kam kuptuar asnjëherë. Pra mos po thua që u stis një sulm për të marrë dhe ca para më shumë, apo jo? Mund ta them diçka të tillë, pa dashur të futem në konspiracion, por ndoshta ky ka qenë mendimi im i parë. Ka një gjë që u përfshin dhe partnerët, pra u përfshi Google-i, Microsoft-i, mos gaboj, domethënë apo ata mund t'i gënjejmë më kollaj në këtë rast. Shiko, nëse ne vetë shikojmë sot të gjithë funksionalitetin e digitalizimit, pra sistemit tonë të digitalizimit, do kuptojmë që sa pak para janë shpenzuar për këtë sistem, edhe sa të mëdha kanë qenë fondet edhe ato firma të cilat kanë janë marrë shumë, janë harxuar pak, po qartë. Po, tani vetëm ideja që mendojmë, vetëm ideja thotë që ata drejtues nuk janë vetëm drejtues që kanë shfrytzuar postin në moment caktuar. Ata janë grup i strukturar kriminal, me sa di unë dhe me ato që kam lexuar në dosje. Pra, thjesht të mendojmë që ky grup i strukturuar kriminal, pra ata që kanë drejtuar këtë sistem, janë një grup i strukturuar kriminal, kanë në dorë të dhënat tona, kanë përfituar nga pozicionet e veta, pra kanë marrë në tendera të caktuar, aty mund të kuptojmë pastaj se çfarë pune është bërë brenda atij institucioni. E kuptoj. Që është institucioni kyç, kanë përshtypjen në Shqipëri. Po sepse i kemi futur të gjitha paket, çdo gjë e kemi futur në e-Albania dhe përrjedhoi natyrisht që paketa kontrolluese e gjithë informacionit kalon aty. Tani do të bëja një pyetje, nuk e di se sa mundesh, por besoj që mund ta kesh një përgjigje, gjithsesi unë do ta bëj si pyetje, duke patur parasysh një sër dhe një gamë shumë madhe shërbime që janë përfshirë tek Akshi dhe tek e-Albania. Aty kemi kartat e identitetit, kemi kontrollin e hyre daljeve në kufi, pra sistemin Teams, kemi një sër shërbimesh të tjera të sigurisë të tjera. Këdo, si me thënë, këdo shquaje, se mund mos jetë një, mund jetë 2 ose 3, po si pas asaj optikës që ke, këdo shquaje si më problematikët në këtë batërdi që ka ndodhur me Akshin. Naturisht, nëpërmjet ndikimit të trurit që e ka kthyer Akshin në biznesin e vetë privat të Ergysa-Gasit. Se derisa e kishte kthyer drejtoreshën e Akshit si një zare të vetën, normalisht i binte që ai ishte bosi. Unë do të them pse janë të gjitha të rëndësishme. Domethënë ajo që mendoj unë është përveç rrezikshmërisë shumë të madhe të atyre personave që kanë dorë këtë informacioni, rrezikshmëria tjetër më e madhe është pse të përdoret ky informacion. Në qoftë se do mendojmë apo do kanalizohemi apo do ta shohim veten dhe ne pjesë të këtyre vendeve komuniste, Kinë, Rusi,
që mundohen që informacionet e tilla i përdorin një për të personalizuar popullatën e vet, pra popullin e vet. E dyta, ndonjëherë edhe për të shantazhuar persona të caktuar apo element të caktuar. Unë mendoj që të gjitha këto të dhëna që janë të listuar, dhe gjitha dhënat tona që janë pazar sot, janë rrugëve, përdoren për të profilizuar çdo individ. Dhe ky profilizim sot kushton miliona për të shitur. Pra ka shtete të tjera apo kompani që mund të kenë që kanë interes për të pasur të gjitha këto të dhëna. Dhe të mendosh në dorë të kujt janë këto të dhëna. Pra këto janë dy pyetje kryesore që unë mund të bëj. Një, në dorë të kujt janë, dhe e dyta, a kanë akses akoma këta persona që janë shpallur organizat kriminale në këto të dhëna. Pra, kjo është rrezikshmëria e gjithë situatës. Te kjo pikë për të parandaluar tani më, se këtu jemi në kontekstin e parandalimit, kam përshtypjen në këtë rast. Po, të parandalimit dhe heqjes së aksesit të këtyre personave nga kjo platforma. Kjo çështje akshi duhet kapur në disa prizme. E para duhet parandaluar vazhdimi i vjedhjes së miliona eurove nëpërmjet letrave që vazhdojnë e jepen pa ndalim. Së dyti duhet parandaluar dëmi që është nëpërmjet qarkullimit të dhënave. Është e vërtetë. Dhe së treti që në fakt është dhe një korrigjim që doja të bëja, shantazhi nuk ka nevojë të bëhet nëpërmjet akshit, sepse Ergysi kishte ngrit një zyrë të posaçme ku i ka aty të gjithë edhe e kishte database. Po, e kishte mbyll të historinë te zyra vetë, s'kishte nevojë për akshin. Batut. Tani jam shumë i kuriozuar se si kryeministri në pikën më kulmore të këtij skandali delet thotë që akshi është një histori suksesi. Unë këtë nuk, domethënë, ndoshta nuk di ç'të them, në sensin që nuk e di kujt t'ia thot, dhe në këtë pikë nuk e di as kush e dëgjon. Mos është vërtet dhe ne po i biem qafë kot apo? Thot kemi gabuar në të gjithë këtë pjesë? Ka mundësi. Do na përcaktoj një datë, do dalim gjithë në sheshe, do i themi na fal sot i kryeministër. Mund ta bëjmë këtë. Shiko, nëse ne i kemi rënë qafë, se jemi në një pikë tani që nuk do të fusim të shpirtin gjyna, më Denis. Ashtu siç ai na trajton her pas here në këto mesazhet e veta publike, në këto podcastet, njëherë sy njëherë flasim, njëherë ç'kemi ç'a ke bë, po i vej ca emra tani. Tash unë nuk e di se si sinqerisht e kam, domethënë pafytyrsinë e të thënurit që është një histori suksesi kur të gjitha të administratë sot e ke gjysmën në burg, gjysmën në kërkim, në sensin që ku qëndron suksesi pas saj, suksesi që ndoshta suksesi është se janë kap ata që duhet kapen për shembull, pse nuk është sukses. Ndoshta mund të jetë suksesi më i madh. Ky mund të jetë suksesi më i madh. Dy njerëzit më të rëndësishëm në këtë rast, që është Ergysa Gasi edhe Ermal Beqiraj, po shijojmë parat kush e di ku janë diku. Ndoshta suksesi më i madh i këtij institucioni është pikërisht kjo, që nuk janë kapur ata që janë kryesorët dhe që kanë menaxhuar të gjithë këtë pjesë, por që është realisht për të ardhur keq. Sinqerisht është për të ardhur keq, edhe unë ndonjëherë më vjen keq të mendoj që nuk ka reagim popullor, po ndoshta nuk e kuptojnë rëndësinë e kësaj situate dhe nuk e kuptojnë sa e rrezikshme është gjitha kjo që ka ndodhur. Që ti thjesht sot futesh në një sistem gjobash, unë jam habitur para disa ditësh, po shikoja në sistemin e gjobave, po shikoja targën time dhe gjobat që kisha, dhe në një moment caktuar më dalin gjitha dhënat e mia. Domethënë kjo është çmenduri që ti kërkon për një gjob, dhe aty del emri, mbi emri, ID-ja apo të gjitha të dhënat e mia. Domethënë kaq vulnerabël jemi totalisht ndaj sigurisë personale dhe individuale, po e them. Tani këtu jemi tek momenti i konstatimit. E kalojmë këtë momentin sepse nuk jemi ne të parë që po e themi. Si profesioniste dhe njohëse e fushës, çfarë hapash do bëje për të së pari bllokuar atë që po ndodh në vijim të abuzimit dhe skandalit, së dyti në filozofi çfarë do duhej të ndryshonte, po jo si leksion, më kupton që se njerëzit në teknikalitetet e ndryshonte çdo gjë. Shiko, ne jemi në një pikë që dhe unë e besoj këtë gjë, në sensin që ka rënë shteti. Pra, ndoshta nuk ka rënë qeveria, ndoshta nuk ka rënë qeveria Rama, dhe Rama nuk e pranon këtë gjë, por që shteti ka rënë pas këtij skandali shumë të madh. Tani që të ndryshosh apo të zhbësh atë që është bërë, nuk e zhbën dot. Por që hapat e njëpasnjëshme, hapat e tjera praktikisht është që patjetër që ky është një institucioni që duhet jetë në dorë të njerëzve e para përgjegjës.
Të për pozicionin që ka. përgjeshëm, të përgjeshëm, mos do. Të përgjeshëm. Po. Të përgjeshëm për pozicionin që ka. E dyta profesionist, dhe e treta ato tendera që jepen sot, jepen realisht atyre kompanive që meritojnë të jenë pjesë dhe të mbulojnë të gjithë pjesën e mirëmbajtjes, të cloudeve dhe të gjithë atyre sistemeve që duhen për të mbrojtur të dhënat tona pra edhe të investojnë në sigurinë kibernetike. Me rritjen e teknologjisë, siç rritet teknologjia, ashtu rritet edhe kërcënimi për cyber attack, atakeve kibernetike në vend. Kështu që mendoj që vetëm kjo është zgjidhja, por nuk e di sa do ndodhi, po e them. Unë akoma nuk di kush janë ata që e menaxhojnë këtë sistem tani, në sensin që kujt i ka kaluar menaxhimi. E tham pra Ergysi me Ermanin, mjaftojnë. Vazhdojnë akoma ta menaxhojnë. E-Solution, bëj dhe një kompani tretë, E-Solution, përveç atyre që kanë, se ka një 4 kompani, bëj dhe një 3, ose E-Aksh, fjalla vjen. Tani kam edhe një pyetje të fundit, ndoshta do duket pak provokative, po e bëj. Kryeministri ka filluar të peshkoj shpesh e më shpesh zërat kundër. Natyrisht që deri e kape pyetjen, e procesoj truri pyetjen. Tani rastisht i çojnë këtë intervistën edhe thot po sikur ta bëjun këtë drejtoresh të Akshit për shembull. Edhe baje mund kur të bjeri telefoni, se më thonë ato zërat që ne i quajmë burime, se ne kemi abuzive këtë fjalën burimet, thonë që më ndjek Rama. Edhe një mik shumë i mirë imi, por është edhe një mik pranë administratës kryeministrit, një ditë më thotë një gjë shumë bukur, thotë, neve thotë i kemi shumë qejf ata që na kundërshtojnë, thotë, edhe një ndër arsyet thotë pse duam Shkodrën, thotë, është thotë se Shkodrën do dhe Berisha. Kështu që edhe mund të ishte ky rasti. Por çiko mos thuaj jo paraprakisht, në thjesht ta bëra si pyetje. Okej. Se nuk i dihet. Okej. Jo, nuk shiko, unë jam profesioniste në sensin që patjetër që nëse do më ofrohej që në një moment caktuar të kisha kontributin tim sa do të vogël në këtë çështje, patjetër që pajisjet tim më të vogël të jepja si kontribut, patjetër. Mirë, dakord. Ndoshta dhe bëhet, po të paktën unë marr meritën që e thash i pari, se ne gjëmojmë lajmin. Denisa, faleminderit shumë, unë do doja shumë të kisha në program dhe herë tjera, sepse biseda rodhi me shpejtësi dhe me shumë logjike e shtërim për gjithë ata që na ndjekin. Shumë kënaqësi që bisedova me ju. Uroj një fundjavë e javë të mbar për këtë që vjen. Faleminderit shumë. Ishte Denisa Akela, pedagoge në Universitetin e Teknologjisë dhe Informacionit.